futbolli faktikisht i ka gjitha episodet e lojës, mund të fitosh minutën e fundit, mund të humbësh. Ne faktikisht sot erdhëm këtu, duke ditë se nuk kena asnjë lloj objektivit për të luajtur futboll, për të treguar vlerat e ekipit tonë, ku ekipi jonë me të vërtetë sot luajti futboll dhe tregoi vlerat e tij deri minutën e 98. Por futbolli ndonjëherë edhe dënon, edhe të lumturon. Por unë jam i kënaqur me gjithë futbollistët sot për shpirtin e garës, për detyrat taktike të tyre gjatë gjithë lojës, por duhet të veçoj protagonistin kryesor të takimit të sotëm, gjyqtar, të cilët ata e prishin bukurinë e kësaj loje, sepse ndihmuan njanshmërisht ekipin e Tërbunit. Te goli i parë jonë ishte flagrant offside. Ne na anullohet një gol i rregull, po ashtu kemi shumë shtyrje loje pa logjik, duke akorduar 5 minuta, goli bëhet minutën e 98. Ne nuk jemi për të gjykuar arbitrat faktikisht, por ka kalu në masën superiore ndëshkimi i padrejtë i arbitrave kundrejt nesh. Gjithsesi, unë joj ekipit kundërshtar fitore, sepse ata e merituan me golat që shënon, por një ndihmëes të madhe edhe arbitrit.